Tukididi, në shekullin e 5 para erës sonë, në kronikën e luftës së Peloponezit, e jep një sentencë e cila ndoshta ilustron edhe këtë gjendje. Ai thotë të fortët bëjnë atë që mundën, e të dobtit vuajnë atë që duhet. Dhe kjo është pak a shumë kjo gjendje në të cilën marrëveshja e atyne që kanë stupcin dorë i afekton ata të tjerë që nuk e kanë stupcin dorë. Po, çështja është si të orientohemi dhe si të adaptohemi në këtë realitet të ri historik, dhe kjo nuk është vetëm çështje vizave shqiptare, shteteve si Shqipëria, apo Kosova, apo Maqedonia me një element shumë të rëndësishëm shqiptar. Kjo është pyetje për gjithë Evropën. Dhe çështja do të jetë a do të marrin përgjegjësi shtete si Gjermania, shtete si Franca. Ndonë se më duhet të them edhe me, ndoshta jo vetëm unë, po edhe shumë kolegë me tonë vetë kritik që viteve të fundit paksa nuk e kemi marrë seriozisht presidentin francez, Macron, i cili disa herë ka paralajmëruar në intervistat e tij se zhvillimet janë dramatike dhe Evropa duhet të mendojë se si të krijojë një mburoj ndaj rrezikut rus. Autonominë e vet. Absolutisht. Në anën tjetër, do të jetë shumë interesante se si do të pozicionohet Britania e Madhe. Unë mendoj që një ndër goditjet më të mëdha që ka marrë Evropa është referendumi fatkeq i Brexitit për largimin e Britanisë së Madhe nga Unioni Evropian, dhe mendoj që këtu nuk mund të hidhet faj vetëm nga njëra anë, mund të shikohet edhe se sa ka qenë burokracia e Brukselit vizionare në krijimin e kushteve që Britania e Madhe të qëndronte brenda BE-s. Mendoj që Evropa nuk ka arsye të vjenë depresion, sepse 500 milion evropian janë një fuqi e madhe, jo vetëm ekonomike, por ne vrejmë një mungesë leadershipi, dhe kjo është parë viteve të fundit gjithka. Tani edhe me ton kritik mund të themi që edhe epoka e zonjës Merkel ka qenë më shumë epokë e menaxhimit të status quo se sa epokë e vizioneve. Mua më kujtohet që pas njërin takimet të para në mandatin e parë të presidentit Trump, kur u kthye Angela Merkel nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkoi në një tend në Bavari ku njerëzit kanë dëshirë të pinë shumë birra dhe tha ka përfunduar epoka kur ne mund të mbështetemi në mbrojtësin ton të madh. Por që nga atëherë kanë kaluar 8 vite dhe nuk ka ndodhur asgjë. Në fakt, kjo temë nuk është e re fare, është Charles de Gaulle, pa të fillu në vitet 60, edhe i ka qenë i pari, i cili thoshte në rregull, NATO mirë është në rregull, po ne Evropa duhet ta kemi një autonomi, një sistem autonom të mbrojtjes. Nuk ishte shumë i qartë se çfarë ishte. Macron në vitet e fundit ka folë për autonomi strategjike, dhe ky koncept tash ka hyrë edhe në fjalorin e mbështetësve të tjerë. Çuditërisht, presidenti Trump duket si njeriu i cili nxit më shumë te autonominë strategjike të Evropës. Dhe çuditërisht, idenë e Charles de Gaullit e ka përsërit hiç më larg se javën e kaluar pa disa ditësh Friedrich Merz, i cili pritet të jetë kryeministër i ardhshëm i Gjermanisë, i cili shtroi një dilemë në formë krejtësisht tjetër. A është koha që të pavarësohemi nga Amerika? Si Evropë, jo vetëm si Gjermani. Unë mendoj që është konstatim paksa i ngutshëm, larg pretendimeve që unë këto për t'i dhënë këshilla zotit Merz, po zoti Merz është një politikan paksa impulsiv. Kjo është dëshmuar edhe në të kaluar, prandaj kjo është një ndër arsyet që për 16 vite sa zonja Merkel ishte në pushtet, ai nuk ka pas mundësi të jetë afër. As në parti. Po, sepse duhet të shohim një gjë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende nuk kanë thënë publikisht që heqin dorë nga mbrojtja bërthamore e Evropës. Nuk kanë paralajmëruar tërheqje të trupave nga Evropa. Nuk përjashtohet mundësia që kjo të ndodhë, që të vendosin heqjen e trupave nga Gjermania, nga Italia, nga vendet të tjera. Por jo nga Polonia, sepse aty e ceku edhe
edhe presidenti Trump që është një prej aliatëve strategjik për shkak të 5%-shit. Absolutisht, për shkak të 5%-shit. Edhe pozitës natyrisht. Edhe pozitës. Prandaj më duket paksa jo vetëm nga pala gjermane, po lexova për shembull presidentja e Slovenisë që demonstron një lloj solidariteti me Ukrainën dhe kjo është shumë në rregull, por Slovenia për fat keq është larg në 2% sa i përket buxhetit për NATO-n. Dhe kjo është një çështje shumë e rëndësishme për të diskutuar me lehtësi që Amerika po tërhiqet. Se në fundit, presidenti Trump është i njohur për stilin e tij të politikës disruptive. Domethënë ai e hedh një granat diku në pazarin e qytetit, pastaj tërhiqet dhe shikon çfarë po ndodh. Ishte për shembull ajo deklarata ku tha presidenti Zelenski i Ukrainës është diktator, pastaj doli pas 2 ditë tha jo, nuk di, e kam thënë unë këtë, jo nuk e kam thënë unë këtë, po. Është metoda e tij, është negociator i vështirë, është shpeshherë i mungon ndoshta vëmendja e duhur për problemet komplekse, po kjo nuk duhet ta zhvendos idenë evropiane nga thelbi. Thelbi është që forcimi i NATO-s duhet të shkojë paralelisht me forcimin e kapaciteteve evropiane për mbrojtje, e këtu duhet të bien shumë tabu. Njëra ndër to është për shembull, a duhet edhe Gjermania të ketë armë bërthamore? Është çështje shumë legjitime. A duhet të ketë një grup shtetesh të rëndësishme evropiane, duke përfshirë Gjermaninë, Francën, edhe Britaninë e Madhe si 2 fuqi me armë bërthamore, duke përfshirë Poloninë, Spanjën dhe Italinë, si shtete të cilat do të krijonin një mburojë evropiane me armë bërthamore. Domethënë, është kohë e debateve jashtëzakonisht të mëdha, po këto debate nuk duhet të zhvillohen në panik se tani po ikin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Problemi është se këto debate nuk po zhvillohen pa ardhur Trumpi. Do thonë pa ardhur presidenti Trumpi, pa e inicu këtë, pa e hedhat petardën në shesh, nuk po ka debat evropian dhe unë çdo herë që kam shku në Izrael, çdo herë që më taku me diplomat të tyre dhe kemi bisedu, ata ma kanë përsërit thënien që ja japin Bashkimit Evropian. Çdo herë kur shkojnë diplomatët evropian në Izrael thonë ju duhet merreni vesh me palestinezët e tjera, që është një problem shumë i rëndë. Të thonë po pse s'po rregulloni një herë Kosovën e Serbinë, e pastaj kur ti rregulloni ato, hajdeni te ne na tregoni si ti rregullojmë këto punë. Pra, Bashkimi Evropian, i cili një çerek shekull nuk po mund të normalizoj marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk po mund të pranoj Kosovën si tërësi, nuk e njeh Kosovën si shtet në tërësi, e ka vështirë të jetë faktor gjeopolitik, edhe gjeopolitik edhe i sigurisë, në kohërat ku nuk e njeh faktin se është duke e prit ujkun.